I vetmi ndryshimi i madh mes Fatos Nanos dhe çdo politikani tjetër shqiptar është se ndryshe nga të tjerët, ai ikte. Ai është politikani i parë i tranzicionit, që futi kulturën e ikjes në politikën shqiptare. Nga shkurti i vitit 1991 deri në qershor 1991, ai iku nga 2 qeveri, duke i hapur rrugë dhe duke u dhënë votën 2 qeverive të tjera të përbashkëta me PD-n ende të paprovuar, qeverisë Bufi Pashko dhe qeverisë teknike të Ylli Bufi Vilson Ahmetaj. Pra, brenda 15 muajve të parë të pluralizmit, fal Fatos Nanos, Shqipëria ndërroi 5 qeveri, duke llogaritur edhe atë të fundet të Adil Çarçanit, ku Fatos Nano u bë sekretari i përgjithshëm. Asnjë prej sojit politik të 35 viteve nuk do ta bënte këtë dhe nuk do të tregonte këtë dimension tolerance, duke rrëzuar qeveri çdo 3 muaj pa pasoja të rënda, as nga ana njerëzore, as nga konfliktet sociale. Ndryshe nga kultura politike që nanofuti në politikën shqiptare më 1992, PD-ja, e cila mori pushtetin në mars 1992 dhe e humbi atë në korrik 1992 në zgjedhjet lokale, u përgjigj ndaj rënies së besimit popullor me arrestimin e Fatos Nanos. Pra, nëse i pari u përgjigj humbjes së mbështetjes popullore duke rrëzuar qeveritë e veta dhe duke ndërtuar qeveritë përbashkëta, Sali Berisha ju përgjigj duke arrestuar kundërshtarin. Edhe pse i burgosur Fatos Nano bëri betejat e tij politike me partinë e tij duke imponuar ndryshimin nga burgu. Në vitin 1998, pas vrasjes Azem Hajdarit, edhe pse u akuzua si autor, ai në fakt nuk iku se ishte fajtor, por se ishte përgjegjës si kryeministri i Shqipërisë për vrasjen e një aktori politik opozitar. Pra, ai iku pse nuk shpëtoi dot Azemin nga Berisha, ndërsa Berisha më 2011 vrau 4 vet për të qëndruar në pushtet si i forti që të vret. Edhe pse kishte vota dhe mbështetjen për të rizgjedhur, ai u dha qeverinë për 5 vite, Pandeli Majkos dhe Ilir Metës, të dy nga 2 herë kryeministra, ndërkohë që Fatos Nano vazhdonte si kryetar partie. Në vitin 2002, kur ai u kthye si kryeministër deri në vitin 2005, ai ndërpreu disa reforma transformuese në ekonomi, por humbi betejën me korrupsionin në administratë dhe qeverisje, dhe fal vetbesimit të tepruar, humbi zgjedhjet e vitit 2005. Pasi humbi zgjedhjet, ai kishte përsëri të gjitha mundësitë që qëndronte në krye të PS-s. Por ai iku dhe nuk e mëroi pasardhës. Partinë Socialiste e mori një iri ambicioz, i rritur me këmbët e veta, Edi Rama, dhe socialistët patën meritën që e pranuan. Fatos Nano doli në pension politik pak më shumë se në moshën 52 vjeç, aq sa ishte Sali Berisha në vitin 1997, kur populli e rrëzua me kurengritje. Prej asaj dite deri më sot, Fatos Nano iku nga politika me vetdije dhe nuk u mor më me politik. Prej 1997-s deri më sot, Sali Berisha ka ikur e shkthyer nga pushteti dhe partia, duke qëndruar ende në krye si pengëmbajtësi i madh i saj. Bëni vetëm këtë krahasim për të kuptuar se çfarë nderi i ka bërë PS-s Fatos Nano duke ikur dhe duke e lënë të rritet vet, dhe çfarë dëmi ka bërë Sali Berisha PD-s duke mos ikur dhe duke mos e lënë të rritet jashtë hijes së tij. Të dy kanë ikur nga pushteti në moshën 52 vjeç, njëri më 1997 dhe tjetri më 2005. Sali Berisha po shkon 80 e shka vjeç duke mos ikur, kurse ai po shkon parajs vetëm se ka ditur të ike. Dhe ky është nderi që socialistët nuk duhet ta harrojnë kurrë Fatos Nanos, as Shqipëria e cila ende nuk ka një të dytë si këtë për t'i thënë vetes mjaft kur humbet.